në Kavaj ka qytete dhe data që mbeten simbol në kujtesën e një populli, në kujtesën e një vendi. Dhe marsi i 1990-ës është fiksuar në kujtesën e shqiptarve dhe Kavaja po ashtu si simbol i rezistencës së parë ndaj një regjimi që i kishte lodhur e i kishte varfruar shqiptarët. Ajo thirrje e brendshme, e bërtitur së jashtmi, liri, demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa në stadiumin Besa, e para protest masive, e zhurmshme, kundër një regjimi u përhap në të gjithë vendin si një thirrje e madhe, e duam Shqipërinë si gjithë Europa bollmë. Prandaj, Kavajsit, ky qytet, ai mars do të mbetet gjithmonë si një dëshmi që sa herë Shqipëria ka qenë e lirë, ka zgjedhur Europën. Sa herë shqiptarët kanë mundur të bërtasin me zërin e tyre të lirë, ata kanë parë nga Europa dhe i kanë vënë dërmën. Çdo sistemi, përfshirë këtu, edhe shëmbëltyrave të tyre të këqija, shëmbëltyrave të komunizmit, idhujve të rrem të tranzicionit që kanë dashur ta mbajnë peng, jo vetëm këtë qytet, po këtë vend, dhe vijojnë të duan të mbajnë peng një popull të tërë vetëm për hallet e tyre personale. Por ashtu siç ajo thirrje ku mboi kaq fort, sepse jo vetëm ishte një thirrje shpirti për së jashtmi, por mbi të gjitha, ajo ishte esenca e kontradiktës së madhe të këtij populli, i cili duke qenë një nga bërthamat e vjetra të Europës, ishte ndarë përdhunshëm nga kontinenti, nga familja natyrale për shkak të regjimeve të dhunshme. Por ja ku jemi, 35 vjet më pas, triumfues, sepse jemi në dyert të Europës. Jemi sot më pranë se kur realizimit të ëndrës tonë të madhe, të ëndrës së paraardhësve tanë që luftuan për këtë vend, që dhanë jetën për këtë vend, që u dergjën burgjeve për këtë vend, që e mbajtën lart lirin, demokracin, shpresën për një të ardhme më të mirë në zemrat e tyre. Për të gjitha ata që në këto vite tranzicioni, shpesh të shëmtuar, u larguan nga sytë këmbët, ca nga kufit dhe mbetën andej me fëmijët në krah për të ndërtuar një jetë më të mirë, ca deteve, ca ja dolën kalonin, ca i treti deti, ca nuk ja dolën. Por edhe për ata, ne do të realizojmë ëndrrën tonë të madhe për ta bërë Shqipërinë pjesë të familjes tonë natyrale, familjes europiane. Këtu në Kavaj, si kudo tjetër, për shkak të kësaj simbolike të fortë që ka lidhja midis protestave të para, rezistencës, por edhe një lloj besnikërie që Kavaja e ka dhënë pa kursyer për ata që sot kanë tradhtuar çdo ideal, kanë tradhtuar çdo shpresë, kanë tradhtuar çdo votë, sepse nuk luftojnë për interesin e përgjithshëm e për familjet e këtij vendi, po vetëm për një familje të vetme biologjike dhe politike. Ata i kanë tradhtuar ëndrat atyre që u ka dhënë votën, besimin e njerëzve, shpresat e këtij vendi. Dhe sot, shpresa e vetme, mundësia e vetme, ajo që na bashkon të gjithëve përtej çdo dasie politike, është Edi Rama dhe Partia Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është më një ëndër, kjo është një perspektive afërt, kjo është një mundësi që nuk duhet lënë të na ikë e të shkojë.
Në këto 2 vite, ne duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian si pas një plani të dakordsuar me partnerët tanë. Duhet ta bëjmë këtë për fëmijët tanë, duhet ta bëjmë këtë për trinjtë e këtij vendi, duhet ta bëjmë këtë për çdo njeri që do të jetë qytetar i barabartë me të drejta, liri, mundësi në këtë perimetër të madh lirie, mundësie dhe të drejtash që është Bashkimi Evropian. Ne duhet ta bëjmë këtë sepse rruga tjetër është një rrugë pa krye. Një parti e cila sot nuk është e lirë as të vendos, një parti që është e marrë peng nga një njeri, respekte për të gjithë moshuarit, për gjyshrit tanë, për prindrit, po një 81 vjeçar që nuk ka lënë gjë pa i bërë këtij vendi, që në 96-ën vdi zgjedhjet dhe na largoi nga rruga jonë europiane. Në 97-ën shkaktoi një luftë civile, morëm armët kundër njëri tjetrit për të. Në 98-ën kur ishte në opozit, bëri grushtin e vetëm të shtetit që ka ndodhur këtu pas përmbysjes regjimit lam-nam ndërkombëtar. Në 2008-ën vrau 26 njerëz në Gërdec për biznesin e tij familjar. Në 2011-ën ekzekutoi 4 njerëz në bulevard, 4 njerëz të lirë që protestonin për drejtat e tyre dhe do sot të kthehet. Jo se e ka marrë malli për këtë vend, jo se ka të shtijap, sepse ky vend ati i ka dhënë gjithçka dhe ai i ka marrë gjithçka dhe si ka dhënë mbrapsht asgjë. Përkundrazi, na ka kthyer pas. Prandaj thirrjen këtu në Kavaj, në qarkun e Tiranës, në Rogozhinë dhe një përshëndetje për gjithë ata që na janë bashkuar nga Rogozhina. E kemi sot shumë të qartë. O me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste në Europë, o me ata në gropë ku kanë mbetur dhe ka ku nuk po dalin dot. Prandaj jemi pa komplekse në gjithë fushatën tonë. Ne kemi qenë së bashku si ekip në çdo fshat, në çdo lagje, kudo për takuar njerëz të rinj, të reja, pleq, njerëz, grupe interesi, biznese që ndërtohen të shumt në gjithë Bregdetin e mrekullueshëm të Kavajës, e të Rogozhinës, pas një lloj kompleksi, votën ja kërkojmë gjithve për te i gardhit Partisë Socialiste, për te i flamurit ton, për te i sloganeve të vjetra të partive. E kërkojmë jo në emër për të partisë, po në emër të Shqipërisë. Prandaj shumë të djathtë na janë bashkuar, sepse kuptojnë që kjo është rruga e vetme. Ashtu si në 92-shin, 2 vjet pas protestave tuaja, zjarta, 2 vjet, shqiptarët vendosën që t'i vënë kapak përfundimisht një kohë të shkuar dhe të hapin një kapitull të ri dhe u bashkua në një votim masiv në qytete në fshat për të rrëzuar regjimin cili t'i kishte ikur koha. Edhe sot ne do bashkohemi më të shumt se në 2021-shin, me një vot më të madhe, më përfaqësuese për Edi Ramën, për t'i dhënë atij mandatin e fortë të bashkimit shqiptarëve, që në 16 maj, kur në qendër të Tiranës, në sheshin Skënderbej, do vinë të gjithë udhëheqësit evropian, ne t'i presim me këta 2 flamuj, që është flamuri ynë, identitetit ton, flamuri gjakut ton dhe flamuri Bashkimit Evropian që është ëndra jon. Faleminderit gjithëve, fitore për numrin 5, për Partinë Socialiste, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Dua tani të thras këtu kandidatët tanë, ekipin ton fantastik për Kavajën dhe Rogozhinën, Ilva Gjuzi. Ajo thot jam një vajzë nga Golemi, në fakt është një nën e 3 fëmijëve që ka studiuar jashtë, që është kthyer të jetojë në Golem, një profesioniste e zonja që do jetë një zë shumë i fortë për Kavajën ku vend. Eldi Çepeli, një djalë i Kavajës, një profesionist i ri, me një familje të mrekullueshme, i cili së bashku me të gjithë është vërtet
këtë profesion garon për herë të parë, po e bën me shumë emocion dhe me shumë zemër fushatët. Antonella Dedej, një vajzë e gosës e Rogozhinës, një profesioniste, edhe ajo në kryetare bashkie, ka qenë kryetare e komanduar e bashkisë Rogozhinës në një kohë shumë të vështirë të tërmetit dhe pandemisë, po punon, është një nënë e re me një djalë 2 vjeçar, po punon shumë fort për të maksimizuar votën tonë në Kavaj dhe në Rogozhin, po bën një fushat shumë bukur dhe jo për nga rëndësia, sigurisht, pa Ndimajko që thirret i fundit, një personalitet i Partisë Socialiste, ish kryeministër, i cili ka ardhur shumë përulësisht në Kavaj dhe Rogozhin për të punuar. Ne fushatën e kemi bërë si një ekip i vetëm. Kemi shkuar në çdo njësi administrative, në çdo fshat, kudo, në çdo lagje, ja kështu siç jemi së bashku, për të thënë që nuk na ndan vota personale, po na bashkon misioni i Shqipërisë Europiane, 11 maj dhe fitoria jonë e madhe. Dhe tani ftoj kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin e sotëm dhe të ardhshëm të Shqipërisë, Edi Ramën. Doja dalim për një qëllim, sa shumë sfida ke kalu.